Besojmë që kjo dohet të bëhet në kuadër të atij dialogu. Kjo përmes gjetjes së modaliteteve të llojeve të ndryshme që do të ishin të përshtatshme për sistemin, pra në këtë rast kosovar. Ne besojmë që ligji i Kosovës duhet të jetë i zbatueshëm në të gjitha 38 komunat. Duhet të them që integrimi duhet të ndodhë, më në fund, në këto çështje. Unë kam dëgjuar ushtruesin e detyrës Albin Kurti që thotë që mjekët serbë dhe profesorët kanë marrë licenca, puna, dhe kjo është një shenjë e mirë dhe shpresoj që ushtria në detyrë do të vazhdojë të shqyrtojë këto çështje, por pasi Kosova është një prej shteteve më demokratike në këtë pjesë të Evropës, ka disa obligime për të siguruar që të gjithë qytetarët do të marrin shërbime të arsimit dhe shëndetësisë në përputhje me kërkesat e komuniteteve lokale. Mendoj që çështja më e rëndësi është se nuk do të kemi pengesa kur kemi të bëjmë me shëndetin dhe arsimin. Kjo duhet të bëhet në dialog. Ne duhet të bisedojmë me komunitetet lokale. Kjo duhet të bëhet në dialog me përfaqësuesin special të BE-s. Besojmë që kjo duhet të bëhet në kuadër të atij dialogu. Disa herë kam insistuar, nëse mund ta them, për fillimin e përgatitjes për këtë që e quajta më herët të pashmangshme, nëse ndodh kjo përmes gjetjes së modaliteteve të llojeve të ndryshme që do të ishin të përshtatshme për sistemin, pra në këtë rast kosovar, dhe në këtë fakt dua t'ua kujtoj që në secilin prej këtyre dokumenteve, marrëveshjeve, qofshin ato të karakterit teknik apo politik, gjithmonë theksohej se marrëveshja do të jetë e harmonizuar me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Tash, çfarë do ngjarje që ndodh më vonë, gjithsesi prap do të jetë në këtë kontekst në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës